Marrëdhënia e Gjestit dhe Eglit që pas shtëpisë së famshme është mjaft të përfolur në mediat roz. Burimet e sigurta kanë ndarë disa detaje të reja për çiftin e ri. Mes uljeve dhe ngritjeve që kishin në shtëpinë më të famshme, e kundërta ndodhi jashtë shtëpisë. Raporti i tyre po vazhdon të jetë shumë më i ngushtë se sa ishte brenda. Mes të tjerave bëhet me dije se Gjesti dhe Egli po vazhdojnë të qëndrojnë së bashku në hotel, dhe gjatë këtyre ditëve ka qenë e pranishme dhe motra e Eglit, e cila kaloi disa çaste me çiftin më të ri. Sipas burimeve, çifti po qëndron larg vëmendjes mediatike dhe ndjekësve për një periudhë të pacaktuar. Nga ana tjetër, një veprim i Eglit ngjalli më shumë kurreshtin e fancave. Ajo ka publikuar një foto ku shihet në veturë nga ulësja e pasagjerit dhe fancat kanë aluduar se shofer mund të jetë Gjesti. Por Egli Tako është shfaqur mjaft e rezervuar duke mos ndarë detaje më tepër. Në foton përbri, ai ka përdorur frazën që përdorte Arbana Osmani,